Në mbledhjen e bordit të drejtorëve, Bekim Ermeni, drejtori i bujqësisë, ka prezantuar kërkesën për nënshkrimin e memorandumit të mirëkuptimit mes Agjencisë së Pyjeve të Kosovës dhe Fondacionit Holandez Bashkojmë Vlerat e Natyrës me Njerëzit, që si projekt ka për qëllim implementimin e disa aktiviteteve gjatë këtij viti në komunë. Ndërkohë që është marrë vendim që në fund të muajit shkurt Kuvendi Komunal të prezantojë në mbledhjet e asamblesë dhe para publikut shfrytëzuesit e pronës së komunës. Rastet e evidentuara përkojnë edhe me situatat të reja të cilat do të prodhojnë nga ky verifikim, dhe kjo është njëra është ka të bëjë me paditje civile, do të thotë ne si kuvend komunal ose mund të paditemi ose do të padisim për ata që besojnë se kanë të drejtë shfrytëzimit, ndërsa është në pronë të kuvendit komunal, përderisa ka hapësira edhe për hapje të kallëzimeve penale, gjithsesi dorëzim të kallëzimeve penale tek shfrytëzimet enorme që janë bërë dhe të jashtëligjshme nga prona e kuvendit komunal. Ka raste kur persona tërësisht të paautorizuar dhe jo zyrtar kanë qenë ata të cilët kanë mbledhë të drejtën mbi shfrytëzimin e pronës, apo gjithashtu kanë marrë qira në vazhdimsi pa pas asnjë evidencë, do të thotë qira në kesh për pronën e kuvendit komunal në veçantë dyqane. Do të evidentojmë dhe do të dërgojmë raporte tek auditori i përgjithshëm i pavarur dhe do ta heqim këtu një vlerësim i cili 15 vite radhazi ka dalë ose prej kohës kur është themeluar dhe institucioni auditorit pavarur, që Kuvendi Komunal i Gjakovës nuk ka një regjistër të saktë të pronës komunale. Kryetarja e komunës ka potencuar se këtë vit buxhetor si komunë hyj më të relaksuar. Komuna Gjakovës zyrtarisht këtë vit hyn me një bosh prej 1.6 milion euro, do të thotë një vlerë prej 4 milion euro është paguar në vitin 2014. Do të bëjmë një rishikim të gjitha projekteve brenda afatit të paraparmelisht, do të thotë deri me 23 janar të këtij viti. Do të evidentojmë saktë se çka mund të paguajmë dhe do të bëjmë përpjekje maksimale që brenda 6 mujorit të parë të vitit 2015 ta sjellim situatën në një situatë e cila do të përfshi komunën e Gjakovës pa borxhe të larta ose pa ndonjë bosh të theksuar. Definitivisht kjo shumë do të zvogëlohet brenda këtij viti, gjithsesi planifikojmë që diku 60% do të vlerës së mbetur për 1.6 milion të paguajmë në pjesën e parë të vitit. Nga Basri Komoni, drejtori i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, është paraqitur kërkesa për fazën e 2 të rinovimit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, si dhe janë shqyrtuar të tjera probleme vendime që kanë të bëjnë me qeverisjen komunale.